Taulant Toma, 41 vjeç, është shqiptari që ka pushtuar faqet e mediave italiane, pasi arriti të arratiset nga një prej burgjeve në Itali, duke sharruar hekurat e dritares dhe duke përdorur çarçafët për të zbritur nga lartësia. Nga dita e djeshme çdo gjurmë e tij ka humbur, ndërsa një operacion i gjerë po zhvillohet në të gjithë Lombardinë. I arratisuri konsiderohet i aftë të lëviz shpejt, me përvojë në shmangjen e kontrolleve dhe një rrjet kontaktesh që ende nuk janë verifikuar. Prefektura ka aktivizuar një plan gjithëpërfshirës kërkimi, patrulla, pika kontrolli, kërkime në fusha dhe zona industriale, si dhe kontrolle kufitare të brendshme. Prika është se Taulanti tashmë po përpiqet të largohet nga Italia ose të bashkohet me grupe kriminale aktive në Evropën Veriore, shkruajnë mediat italiane. Ai ishte arratisur një herë në 2013 dhe të njëjtën gjë ka bërë edhe 12 vjet më vonë. I konsideruar si një grabitës i rrezikshëm, dënimi i të cilit përfundon në vitin 2041, Toma arriti të lërë me sukses qelinë e burgut në Milano, një burg i sigurisë maksimale. Sipas asaj që ka mësuar Il Fatto Quotidiano, 41 vjeçari preu hekurat e qelisë së tij, të më pas doli jashtë duke përfituar nga errësira, e ndoshta një moment i favorshëm gjatë ndërrimit të turnit të oficerëve. Arratisja duke të jetë saktë, e planifikuar dhe jashtëzakonisht e shpejtë.